Ka patur president që kanë hyrë në histori si arkitekt paqeje dhe të tjerë si general lufte. Ka patur president të vendosur dhe president që kanë gabuar rënd, por rrallëherë Shtetet e Bashkuara janë udhëhequr nga një president që brenda pak ditësh të alternojë mes kërcënimit për luftë frontale dhe shpalljes së një marrëveshjeje që askush tjetër nuk e konfirmon. Donald Trump po ndërton një model të ri të presidencës amerikane, atë të politikës së jashtme, të drejtuar nga impulsi. Një ditë para lajmëron goditje ushtarake ndaj Iranit, ditën tjetër deklaron se sulmet janë pezulluar sepse një marrëveshje është afër. Teherani e mohon, aleatët heshtin. Tregjet mbeten ankth, po të pret të kuptojë se cili është realisht pozicioni i Washingtonit. Problemi nuk është vetëm retorika e fortë. Diplomacia gjithmonë ka përdorur presionin si instrument negociues. Problemi lind kur mesazhet ndryshojnë me ritëm të tillë, sa edhe aleatët nuk dinë më cilin version të besojnë. Në lindjen e mesme, një deklaratë presidenciale nuk është thjesht një deklaratë politike. Ajo mund të lëvizë çmimin e naftës, të aktivizojë flotat ushtarake, të ndryshojë planet e investitorëve dhe të vendosë në alarm miliona njerëz. Prandaj qëndrueshmëria dhe parashikueshmëria janë pjesë e fuqisë amerikane po aq sa avionet dhe raketat. Në vend të kësaj, presidenca Trump po jep shpesh përshtypjen se vendimet strategjike varen nga momenti politik, nga presioni i brendshëm ose nga kalkulimet e ditës. Kjo krijon një paradoks të rrezikshëm, një superfuqi ushtarake që zotron kapacitete të jashtëzakonshme, por që dërgon sinjale kontradiktore për mënyrën se si do t'i përdor ato. Edhe kundërshtarët e SBA-s e lexojnë këtë pasiguri. Irani e shfrytëzon për propagandë, Rusia dhe Kina e analizojnë si një mundësi për të zgjeruar ndikimin e tyre. Aleatët evropianë dhe partnerët në Gjirin Persik detyrojnë të përgatiten për skenar të ndryshëm, sepse nuk mund të jenë të sigurt se cili do të jetë vendimi i ardhshëm i shtëpisë së bardhë. Historia amerikane ka njohur president shumë të debatueshëm. Richard Nixon u përball me Watergate, Lyndon Johnson me luftën e Vietnamit, George W. Bush me pushtimin e Irakut. Secili prej tyre u kritikua ashpër për vendimet e marra, por në rastet e tyre ekzistonte një linjë strategjike e dallueshme, pavarësisht nëse ajo konsiderohej e drejtë apo e gabuar. Rasti i Donald Trump është ndryshe. Kritikat që ngrihen shpesh nuk lidhen vetëm me përmbajtjen e politikave të tij, por me perceptimin se vendimarrja është e paparashikueshme. Kjo pasiguri mund të jetë po aq destabilizuese sa një vendim i gabuar, sepse në marrëdhëniet ndërkombëtare, besueshmëria është një nga asetet më të rëndësishme të një shteti. Në fund, pyetja që shtrohet nuk është nëse Trump është një president i fortë apo i dobët. Pyetja është nëse bota mund të ndërtojë stabilitet mbi vendime që ndryshojnë me shpejtësi dhe mbi deklarata që shpesh nuk shoqërohen nga një konsensus institucional. Kur udhëheqësi i fuqisë më të madhe ushtarake në botë lë hapësirë për dyshime mbi drejtimin e politikës së tij, pasiguria nuk mbetet më vetëm problem amerikan, ajo bëhet problem global.